Shiko. Gurës të madhejt profesorit Tarek I paskaron rrugat të vite më kërkojnë ndihmë. Me që ke ardhur deri këtu, duket që puna qenë ka serioze. Nuk kam ardhur që të bëj muhabet. Po I bie shkurt. Dua që të bësh diçka për mua ti. Ç'na qenë ka kjo që doni të bëj për ju unë? Ta marrësh vajzën dhe të largohesh nga këtu. Aslan. Pse? Mos më bëj pyetje mua. Nuk dua më që vajza të qëndroj këtu. Do ta largosh nga Ankaraja. Dhe nuk do të vi më kurrë këtu. A u kuptua? U kuptuam. Por unë çfarë fitoj nga kjo? Avokati im do të merret me çështjen tënde. Do të nxjerrë që këndej. Vetëm dalja jashtë nga këtu nuk I zgjidh të gjitha punët. Aslo, unë nuk mund të bëj këtë. Unë nuk mund të ri lartë e ndërkohë që të dua. Më vjen shumë keq, Ozan. Por kështu duhet të jetë. Jo, nuk duhet. Nuk mund që të studioj në të njëjtën klasë me ty, të jes në të njëjtat rrugë. Dhe të silem sikur mes nesh s'ka ndodhur asnjë gjë. Kjo është gjëja e dur, Ozan. Pranoje më në fund edhe ti. Ne nuk mund të jemi bashkë. Ti më duket se po më kërkon të silem si gënjeshtar. Sikur zemra ime të mos rrihte më për ty. Sikur mes nesh të mos kishte ndodhur asgjë. Po kjo është absurde. Për mua ka vetëm një rrugë, Ozan. Ta përfundoj shkollën me sukses. Nuk mund të jetoj duke menduar vetëm për veten. Duhet të mendoj edhe për familjen time. Për nënën time, dajen tim, e Lyljen. Të premtoj që tani e tutje as ti dhe as njerëzit e tu të dashur nuk do të lëndohen. Por mos na e bëj këtë Asla. Më beso mua, Ozan, edhe mua më dhem po aq sa ty. Ndoshta do ta mbaj peng këtë moment gjithë jetën time. Do them sikur ta kisha dëgjuar zemrën dhe jo mendjen. Por kjo do thotë të rritesh. E pa kuptim, e trishtueshme, e dhemshme. Asla, të lutem mos na e bëj këtë. Të lutem. Ku ndodhen prindrit e tu, Bir? Ata jetojnë në Adana, teze. Nëse të marri në telefon, falenderoj shumë të dy. Kanë rritur një djalë si Luan. Zoti qofti kënaqur me të dy ata. Do a them, por e rëndësishme tash që ju të bëheni mirë. Ta merrni veten ju. Shpresojmë, Bir, pa çfat birim. Çfarë do që të bëj nuk ta shpërblej dot unë. Mos toni ashtu. Ju jeni nën. Çfarë do që të bëjmë ne nuk u shpërblejmë dot hakun. Më dëgjo birim. Për Zotin, nga goja jo të del vetëm mjalpër. Ne ende nuk kemi ardhur të pyetja kryesore. Zoti Ashare dërgoi vajzën në fshat që ta largonte sa më shumë prej teje, kurse ti u shfaqe menjëherë pranë saj. Çfarë halli ti ke me të, birim?
Po të mos ishte Jazi, nëna ime do të kishte vdekur te Zerazie. Mos e thuaj kurrë atë fjalë, moj bia ime, ç'është kjo përmendje e vdekjes dhe kështu Mos gjërave. po gënjej. Atëherë çfarë puna ka nëna ime këtu? Mirë. Nuk është vendi këtu për të diskutuar këto gjëra. Kështu. Nëse më lejoni unë po ik. Ju pushoni mirë. Nëse keni nevojë për mua, Nuk ka vëlla. Nuk ka. Ne jemi këtu. Hajde, nise ik ndal nga dal. Hajde. Edhe një herë faleminderit bir. Zoti ti plotësoft të gjitha dëshirat. faleminderit. Kujdesuni shumë për veten. Edhe unë të të përcjell. Jas, në fakt nëna ime ka të drejtë. Nuk mund të shpaguajmë atë që bëre. Tani, mos janis edhe ti, Eylül. Nuk më keni borxh asgjë. E them të drejtën, nuk më pëlqejnë këto ndarjet. As mua. Por shikoj anën e mirë. Të paktën tani më nuk ka nevojë të fshihemi apo të ikim. Po. Shiko, të jesh e sigurt, nëna do të bëhet mirë, do shërohet. Shikoj e mirë se si fitohet zemra e një vajze. Ky djali ja mori mendjen nënës, ndërsa vajzës ja vodhi edhe zemrën. Kurse ti vetëm rri edhe shikon këtë gjë. Duhet t'ja gjem një tëmet këtij rrugaqi, biri, ma e kupton? Ky djalë do ta marrë këtë vajzë. Kurse ti vetëm do i shikosh që nga largat atë dy. Mos më bëj të ulur ras para njerëzve. Më ka i për gjaku në kokë. Nuk kam dërmend ta lë Eylülin në duart e atij djali. Por na duhet të gjejmë një zgjidhje. Aslu, unë nuk mund të bëj këtë. Nuk mund të rri lart e ndërkohë që të dua. Edhe Eylyli edhe Asla na kanë lënduar shumë hedhje, madje të dyja bashkë. Duke menduar se ku gabuam, më është ngushtuar zemra. E po janë të reja, vëlla. Kur njeriu është i ri, gabon shumë lehtë. Mashtrohet nga disa fjalë të bukura. Bën gabime që nuk ndreqen. E neve pse nuk i bëm ato gabime hedhje? Edhe neve na vlon të gjaku, edhe neve na dhim të zemra, por nuk bëm gjëra që do t'ua ulin kokën prindërve tanë. Jeta kalon me pendime dhe me gabime. Kështu e kupton që jeton. Por edhe Asla edhe Eylyli janë vajza aq të zgjuara sa të nxjerrin mësim nga gabimet e tyre. Në një farë mënyrë mendoj se jemi me fat. Edhe ti ke të drejtë. Vëlla, kur do ta falësh Eylylin? Le të mbetet mes nesh, më merr malli shumë për të. Kur nuk kam qëndruar kaq larg vajzës sime. Atëherë thiri të vinë, vëlla. Të hapim një faqe të re, të gjithë bashk. Nuk shkon kështu se cilim në vete. Nëse kemi ndonjë problem me zgjidhim bashk. Ke të drejtë, motër. Do t'ju telefonoj që të vinë. Le të marrin fund këto ditë të zeza. Nuk ndjej asgjë brenda vetes. Kjo është gjëja e duhur, Ozan. Pranoj edhe ti më në fund.
Ne nuk mund të jemi bashkë. Për gjithë shka fajnë e këti vetë. Gjithë shka për fajnë tëndë. Ti vetë shka trove gjithë shka. E vetë mja gjë e bukur që të doli për para ishte Aslë, dhe ti prape humbe. Asla, të kam sjell disa gjëra bie ime. A mund të hy? Ana. Isha thelluar në mësime. Ti pse u mundove kështu? Eja këtu shpirtim. Eja zemra ime. Shpirti im po dhem shumë nën. Do të mësohesh, zemra ime, mos u shqetëso. Unë dua që të mos më dhem. Dua të më kaloj. Dua të jem e lumtur. A shumë është kjo. Kjo është plagë zemre, bie ime. Nuk shërohet kur. Ndoshta dhimbja zbutet, por nuk shërohet. Më vjen keq. Nga njëherë do duket sikur ka kaluar, por pastaj do ta ndjesh përsëri dhimbjen. Thellë si një prerje thike. Do ta ndjesh këtu. Thellë në zemër do e ndjesh. Do ta ndjesh këtu. Pastaj qetësohet ngadalë. Rjedh bashk me lotët e tu, por nuk shërohet kur. Nën. Unë nuk dua të jetoj përgjithmonë me këtë dhimbje në shpirt. Do të jetosh, Asla. Patjetër e ke. Përse po sillesh kështu? Si po sillem, bie ime? Më parë, kur më dhimbte diçka, më ngushëlloje. Thoje se do të kalonte. Tani po bën krejt e kundërtën. Sepse tani nuk je më fëmijë, bie ime. U rrite. Nuk të dhëm më gishti, por zemra. Nëse je me fati nuk do të të nxjerrë më përpara njeriu që të lëndoj zemrën. Por nëse ta nxjerrë përsëri përpara, do ta hap përsëri atë plagë. Dhe përsëri. 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 Tani duhet vetëm të mësohesh me këtë. Tashmë, edhe dashuria, edhe dhimbja janë pjesë e jetës tënde. Mëso të jetosh me to, bie ime. Më vjen keq shpirti. Cili është plani yt? Si do ta largosh Aslën nga këtu? A nuk jam baba i saj.
Do t'i them hajde ngriu, do ikim dhe do ikim. Vetëm sa va dola nga burgu, si dihet, nuk kemi as gur molli që sillet e as zok që këndon. Them të hedhim një si fillimisht këtij zarfi, Sonja Zibel. Çfarë është kjo? Kur i re tavolinës me të bandet tok-tok, tani pse bën tik-tik? Çfarë ka ndodhur? Se është holluar ky zarf. Domethënë edhe ne këtu punojmë me nder, Sonja Sibel. Duhet ta dish këtë. Këtu e ke vetëm gjysmën. Kur Asli të largoj nga Ankaraja pa u kthyer më, do të marrësh gjysmën tjetër. Aha, po si? Por njeriu të pak do më thot një falenderit, një miropafshim. O, zot, o, zot. Vlla, çfarë po ndodh këtu? Ore, çfarë po ndodh? Ndal. O, zot i madh. Vlla, një minutë, lutem prit. Lutem prit një minutë. Më duket apo po vonohen? Do të vinë edhe pak, mos u shqetëso. Ja do ta shoh tani do të trokas dera. Hajde dash zoti. Ha, Hedie. Mos i thue e Lyli dhe Nuranin që vllajin tim e ka marrë malli shumë për to. Të mos duke sikur u zbuta me një herë. Në fund të fundit nuk i dërguam në fshat për pushime. Në rregull, s'do u them. A erdhën? Uar shumë bia ime. Ju jeni shpirtat e mi, loqkat e mia. Valdërson, respekte. Të bëftë mirë, vlla. Mbyllë gojen, ku i kam parat? Vlla, puna është tani kështu. Në fakt, edhe unë doja të flisja me ty, por... Ku jam parat e mia? Vlla, të shpjegoj kështu. Unë... Ore, djali e lodhur gjë nga jeta, ku jam parat e mia? Vlla, puna është kështu. Nëse më jep edhe pak kohë, më besoni se... Qëllojni në kokë dhe hidheni si qenë, do na e hedh kë. Vlla, më thuaj është çfarë të hedhure. Borxhi është borxh, për atë bukë edhe për kurant do të paguaj. Vladërson, shikoj di vetë, sa po dola unë nga burgu. Nuk kam punë dhe nuk kam të ardhura. Vajza studion në universitet. Nëse më jep pak kohë do ta rregulloj. Ke vajzë që studion në universitet? Po, vlla. Më trego fotografin? Pse? Të thash më trego fotografin. Dëgjoj mirë, Xhengis. Kur unë të kërkoj diçka ti do ta bësh. Kur të them më trego foton, më trego. Kur të them sille do më sjellësh. A më kuptove si duhet? Bukuri, pse nuk tregon se ke një vajzë si drita? Për pak sa nuk e humbe jetën kot. Vlla, të lutem tani mos e përziej vajzën time në këtë punë. Për atë bukë dhe për atë kurant do ta paguaj borxhin. Borxhi është borxh, por të lutem mos e përziej vajzën time. Vlla, nëse i ndodh një keqje vajzës së emës do të më lërë të jetoj, për zotin. Ore djal, po se pagove borxhin s'do të lë të jetosh. Si ja bëjmë tani? Nëse do të qelloj që tani shpëton ti, shpëtoj edhe unë. Si thua?